كيف ينام الألم يوما والدم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وإسلاماه تكالبوا ليطفئوا نور الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Falënderimi takon Allahut, salavatet dhe selamet ja përcjellin Muhammedit alayhi salatu wassalam. Të nderuar besimtar, dashuria ndaj Allahut. Transmeton Enesi radiallahu anhu nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili thot: kush i ka tre gjëra, do ta shijoj ëmbëlsinë e imanit. Kush i ka tre gjëra, do ta shijoj ëmbëlsinë e imanit. 1. Ta don Allahun dhe pejgamberin më shumë se çdo kënd. 2. Ta don vëllain e tij vetëm për hir të Allahut. Dhe 3. Ta urrej kthimin në kufër mosbesim pasi që Allahu e ka shpëtuat. Ashtu si që urren hyrjen në zjarr. Kush i ka këto tre gjëra, ka shiju ëmbëlsinë e imanit. Allahu subhanahu wa ta'ala thot: Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah. Nëse e doni Allahun, thuaj Muhammed, nëse e doni Allahun, atëherë e jani pas meje që Allahu t'ju do juve. Wa yaghfir lakum dhunubakum, që Allahu edhe t'ja fal gjunat e juve. Wallahu ghafurur rahim, Allahu është shumë falës dhe i mëshirshëm. Nëse e doni Allahun, fattabi'uni, atëherë e jani pas meje që Allahu t'ju doj. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dhe Allahu gjunat t'ja fal. Ky është një hadith që u përmend pak më herët. Nëse i kanë tre gjëra, besimtar, ka shiju ëmbëlsinë e imanit, është një themel prej themeleve të Islamit. Dietarët thonë kuptimi i fjalës ëmbëlsia e imanit është kënaqësia që ndin besimtari gjatë bindjes së tij ndaj Allahut dhe përballimit vështirësive për të qenë Allahu azza wa jalla dhe pejgamberi alayhi salatu wasallam i pajtum me të, duke i dhënë gjitha kësaj përparësie ndaj të mirave të kësaj botës. Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wasallam me qenë i paraprir para çdo gjëje tjetër kësaj bote. Dashuria e robit ndaj Allahut realizohet duke aplikuar urdhnat dhe duke braktisë ndalesat e Allahut. Në të njëjtën mënyrë realizohet edhe dashuria ndaj Muhammedit alayhi salatu wasallam. Qadi Iyadi thot, ky hadith ka të njëjtin kuptim sikurse hadithi ka shiju imanin ai i cili është i kënaqur se Zoti i tij jetë Allahu, feja e tij jetë Islami dhe pejgamberi i tij jetë Muhamedi. Për arsye se nuk ka dashuri tra ndaj Allahut azza wa jall dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, anda as ndaj muslimanit për të të Allahut, siç nuk ka urrëtie të vërtet kthimit në kufër mosbesim, përveç tek ai që krahas imanit tij forcohet dhe bindja. I qetësohet shpirti, i zgjerohet zemra, imani i përzihet me mishin dhe gjakun e tij. Ky është ai i cili ka shiju ëmbëlsinë e imanit. Allahu akbar. Nëse njeriu mendon thellë, varen se të gjitha dhuntit i ibadetet që i posedojnë janë nga Allahu. Dhuruesi i tij është Allahu. Krijoi nga asgjëje, i adhuroi dëgjimin, shikimin, forcën, diturinë, pasurinë, autoritetin. Allahu Zoti i gjithëmëshirshëm, bujar, furnizues i urtë, i cili ka cilësitë përsosura dhe të larta. Tërë kjo obligon dashurinë e plotë dhe të pastërt ndaj Allahut azza wa jall. Derisa ta doj tërë atë që e don, Allahu do ta urrej atë që urren Allahu. Allahu azza wa jall thot: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Për Zotin tënd. Ata nuk janë besimtar të asaj që zbriti ty, të asaj edhe para teje,
derisa të mos zgjedhin ty o Muhammed për gjyku në atë konflikt mes tyre kur kanë konflikt. E pastaj pas gjykimit tënd të mos ndiej pakënaqësi nga gjykimi yt dhe derisa të mos binden sinqerisht. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, asnjëri nuk ka besu në atë në të cilin jam dërgu përderisa pason epshin e tij, dëshirat. Atëherë kur dashuria rrënjoset në zemër, trupi lëviz në përputhje me atë dashuri dhe urrëtie. Dashuria ndaj Allahut ndahet në dy pjesë: farz, obligimi patjetërsueshëm, dhe mustahab, obligimi preferuar. Dashuria patjetërsuar është e dashuria e cila shkakton zbatimin e urdhrave të Allahut, mosrënien gjunahe dhe pajtimi me kaderin për caktimin e Allahut. Ai i cili bie në gjuna, bën një vepër të ndalume apo e lën pas donjë dhe një obligim farz, ai e ka të cunguar dashurinë ndaj Allahut, për arsye se i jep përparësi epshit dhe dëshirës. Dashuria preferuar është kryerja e veprave vullnetare dhe largimi nga dyshimet. Ata të cilat kanë këto cilësi zakonisht janë të rrallë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e vërteton se dashuria ndaj Allahut është faktor i mjaftueshëm për të arritur shpëtimin në këtë botë dhe në botën tjetër. Njëri e pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam: O i dërguari i Allahut, kur do të ndodh kiameti? Pejgamberi alayhi salatu wasallam tha, pasi që po pyet, çka ke përgatitur për ditën e kiametit? Ai u përgjigj: nuk kam përgatit namaz shumë, e as ninim, as lëmosh sadaka, mirë po unë e dua Allahun dhe të dërguarin e tij. Pejgamberi alayhi salatu wasallam tha: ti në botën tjetër do të jesh me ata që e ke dashur. Prej shenjave të dashurisë ndaj Allahut është zbatimi i urdhrave të Allahut dhe largimi nga dalesat e Allahut, sa i takon asaj që pretendojnë disa gjunaqtar gjëja se e duan Allahun. E nga ana tjetër bëjnë gjuna dhe harame, është një gënjeshtër dhe një shpifje. Allahu azza wa jalla thot: kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Thuaj, nëse e doni Allahun, atëherë e jani pas meje që Allahu t'ju doj. Ai i cili e don Allahun nuk mundet me bëj gjuna. Ai i cili e don Allahun nuk mundet me bëni haram. Ai i cili e don Allahun nuk mundet me lënë namazin, ninimi, Ramazanin e tjerë. Imam Shafiu në një rast tha: kundërshtoni Allahun e pastaj thoni dashurinë ndaj Allahut. Kundërshtoni Zotin e pastaj pretendoni dashurinë ndaj tij. Kjo është marrë e qartë për ata që logjikojnë. Sikur dashuria yte t'ishte e sinqert, do t'i bindesh Allahut, sepse ai që don ndonjërin edhe e dëgjon. Çdo njeri i cili thot se e don Allahun dhe punët e tij nuk janë në përputhshmëri me mësimet e Allahut, thirrja e tij, pretendimi i tij është i kotë. Çdo njeri që mendon se e don Allahun dhe nuk i frikohet Allahut, ai është i mashtruar dhe e ka mashtruar vetveten. Yahya ibn Muadh thot: nuk është i sinqert ai që pretendon dhe thot e don Allahun dhe nuk e respekton Allahun. O Allah, bëre dashurinë ndaj teje, më dashur për ne se vetveten ton, familjen, pasurinë dhe fëmijët ton. Bëre dashurinë ndaj teje, më dashur për ne se sa çdo gjë tjetër. O Allah, pastroj zemrat tona nga varshmëria e dokujt tjetër përveç teje. Të kalojmë në hadithin tjetër, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: pasha atë në dorën e cilit është shpirti im, nuk do të hyni në xhennet përderisa të besoni. E nuk keni besu përderisa ta doni njëri tjetrin. A doni që t'ju tregoj një fshehtësi të cilën po punut, do ta doni njëri tjetrin? Pejgamberi alayhis salam tha: përhapni selamin mes jush. Pra dashuri për hir të Allahut është fryt i dashurisë ndaj Allahut. Ajo është begati, nimet i Allahut. Allahu azza wa jalla thot: law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta bayna qulubihim walakin Allah allafa baynahum innahu azizun hakim. Edhe sikur harxhosh gjithatë çka është në tokë, nuk do të mund t'i bashkosh zemrat e tyre, por Allahu i bashkoi zemrat e tyre, pse ai është i gjithfuqishëm. Ebu Abdullah Ahmed ibn Hanbeli u pyet: ç'është dashuria për hir të Allahut? Ai tha: të mos e duash ndoken për ndonjë të mirë të kësaj bote që e ka. Kjo dashuri e pryten në këtë botë dhe në botën tjetër.
prej fryteve bereqeteve është besimtari ndihen ëmbëlsinë e imanit. Hadithin që e përmendëm, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha kush i ka 3 gjëra, do ta shijojë ëmbëlsinë e imanit, ta don Allahun dhe pejgamberin më shumë se çdo kënd, ta don vullajin e tij vetëm për hir të Allahut. Prej fryteve tjera është ata që duan njëri tjetrin për hir të Allahut, do të jenë në hijen e arshit. Pejgamberi alayhisalatu wasallam, Allahu azza wa jalla thot ditën e kiametit thot, ku janë ata të cilët kanë dashur njëri tjetrin për hir të madhërisë time? Sot do të jenë në hijen time, në këtë hije kur nuk ka hije tjetër posa hijes time. Prej fryteve në këtë ditë vështirë, ditën e kiametit, ata do të jenë të sigurt me një dritë. Allahu azza wa pejgamberi alayhisalatu wasallam thot, Allahu thot ata që duan njëri tjetrin për hir të madhërisë time, ata do ta kenë një dritë që do t'ja kenë lakmi edhe pejgamberët dhe shahidët. Për frytet e dashurisë, mbi të gjitha, ata fitojnë dashurinë e Allahut ndaj tyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, një njeri i cili vendosi ta vizitojë Allahun e tij nga feja në një qytet vend tjetër, Allahu ja caktoi një melaçe në rrugë. Kur ju afrua meleku e pyeti dhe i tha, për ku je nis? Ky tha, kam një vëlla në këtë qytet, në këtë vend, dhe desha ta vizitoj. Melaçi tha, e pyeti, a mos ka borxh ndonjë pasoni, apo për diçka tjetër po e viziton? Ai tha, jo vetëm, e dua për hir të Allahut. Meleku tha, melaçe, unë jam i dërguar prej Allahut te ti për të lajmëruar se Allahu të don sikur që e deshe vëllaun ton për hir të tij. Sikur dashuria për hir të Allahut të mos kishte fryt tjetër përveç këtij, do t'i mjaftonte me fitu dashurinë e Allahut azza wa jalla. Allahu thot, kur ta dua ndonjërin, bëhem dëgjimi i tij me të cilën dëgjon, shikimi me të cilën shikon, dora me të cilën prek dhe këmba me të cilën ec. Nëse më kërkon diçka unë ja jap, nëse më lut që ta mbroj, unë e mbroja. Transmeton hadithin Buhariu. Prej fryteve të dashurisë është, prej gjërave të pakontestueshme është që atë që e don Allahu e duan edhe banorët e qiellit dhe melaiket. Kur e don Allahu një rob, hadithi pejgamberit alayhisalatu wasallam, e thirr Xhibrilin, Allahu e don filanin, pra duaj edhe ti o Xhibril. Pastaj Xhibrili tharat banorët e qiellit, Allahu e don filanin, pra duajnë edhe ju, dhe banorët e qiellit me lagjet e duan, pastaj Allahu e bën që këtë njerëzit me dashur atë njeri. Prej fryteve të dashurisë për hir të Allahut është edhe fitimi i xhennetit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të nderuar agjërues, sot kush viziton një të smut apo ndonjë vëllai për hir të Allahut, thret një thjesht të lumt. Dhe lum për ecjen tënde që e ke bë, ke përgatitur në xhennet një shtëpi. Allahu na i boft mundur. Dashuria për hir të Allahut azza wa jall është e pakputur në këtë dynjë dhe në ahiret. Prej fryteve është përhapja e selamit. A don që tregoj se sta pejgamberi alayhisalatu wasallam një fshehtë cilën po e punut, do ta doni njëri tjetrin. Pra përhapni selam njëri tjetrit. Jepni selam njëri tjetrit. Respektoni dhe nderoni njëri tjetrin. Pastaj, me rëndësi është që vëllau besimtar ndaj vëllaut besimtar, ti ta informoj dhe ti tregoj se e don për hir të Allahut, ti dhuroj dhe ti jap hedije dhurat, kështu që forcohen lidhjet dashurisë dhe respektit mes besimtarëve muslimanëve. Elusim Allahun që në këtë muaj të Ramazanit na boft prej atyre dhe këto ditat përfundimit të muajit na boft prej atyre të cilët e duam njëri tjetrin për hir të Allahut. Dhe thellë në zemrat tona ekziston dashuria ndaj Allahut dhe të dërguarit e tij. Dhe e dojmë dikend vetëm se për hir të Allahut dhe e urrejmë kufrin, mosbesimin, ashtu siç e urrejmë zjarmin. I lutemi Allahut azza wa jall na boft të gjithëve prej atyre të cilët e kemi shijuar ëmbëlsinë e imanit. Më boft Allahu mua dhe juve prej atyre që duan njëri tjetrin për hir të Allahut, që ta fitojmë dashurinë dhe pajtimin e Allahut. Deri në takimin e ardhshëm, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.